udhëtimi nuk është vetëm lëvizje. Për gratë është pavarësi, siguri, vetbesim. Me mbështetjen e UN Women, udhëtimi bëhet një mënyrë për të fuqizuar edhe më shumë gra, ato që ndërtojnë biznese, që japin jetë komuniteteve. Për të parën herë në Shqipëri, janë krijuar udhëtime për gra nga gratë. 3 itinerare u organizuan nga veriu në jug në vitin 2025. Gratë udhëtuese dhe gratë mikpritëse ndan përvojat dhe historitë e tyre. Sa bukur është Shqipëria. Kemi fiks 2 orë gjysmë që hecim. Kemi përshkruar 4,5 kilometra, kemi bë 1200 metrë lartësi, edhe ndodhemi përballë detit. When I found out about this women's only trip, I didn't know who was going. I knew I was sharing a room with another woman. I didn't know who, but I decided it would be a fun adventure to meet new people, maybe women like myself who have the same interests. Do më pëlqente shumë në fakt që të bëja më shumë eksperienca solo, sepse ti merr kohën tënde për të marrë me veten dhe ja dedikon të gjithë eksperiencës shpirtit tënd. Është një paketë e gjitha e dizenjuar dhe e mirë menduar në mënyrë që neve të kemi mundësi për të lëvizur më shumë dhe për të pasur shoqëri të reja të cilat na ndihmojnë për të eksploruar aventura të reja. It was actually a very carefully curated trip to make moms bond with their kids and reconnect with nature a few miles away from Tirana, away from the city buzz and the rush. No, absolutely, I would recommend this warmly to anyone to spend a day like this. Këto eksperienca u krijuan për t'i ofruar grave një mënyrë më të sigurt për të zbuluar Shqipërinë, duke mbështetur sipërmarrjet lokale, duke ruajtur traditat dhe promovuar vendin si një destinacion mikpritës. Sepse kur gratë udhëtojnë, ato lidhin ura, krijojnë mundësi dhe fuqizojnë njëra tjetrën. Jam shumë krenare që zonjat që tashmë janë skuadra dhe fuqia e Fustanellës kanë qenë thjesht zonjat që dolën për herë të parë në punë, që kishin mbrojtjen e tyre dhe tashmë ato janë kolonat kryesore të Fustanellës. Unë do të sugjeroja që gjithnjë më shumë të shkojmë në biznese ku si thua pronarët janë gra, sepse duke fuqizuar ato fuqizojnë gjithë familjet shqiptare. Bën e provë udhëtimin vetëm, sepse sfidon veten, i zgjanon kufit e tu, merr afër vetit njerëz që nuk ke prit se kemi njoft edhe do shikosh nga çdo element që do takosh, do merresh nga ato vetë ti për vete dhe do pasionohesh ti vetë me këtë eksperiencë, plus që do ja kalosh edhe super bukur.